Do t'i njësë raza, që nga zotëria këtu gjoka? A mbyll qik derën, Ladi? Po pritë se kemi buzulla. Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në qyteti im, shtëpia ime këtu në televizionin Apollon. Prej kohësh kemi patur një shqetësim madhor jo vetëm në qytetin e Fierit, por në të gjithë vendin, pikërisht atë të mbetjeve urbane. Dhe prej kohësh na ka munguar një menaxhim i tyre për arsye të ndryshme, i kushtëzuar pra nga disa rrethana. Por së fundmi Bashkia Fier ka ndërmarrë një iniciativë. Për të folur për këtë iniciativë dhe për shumë të tjera, unë kam një panel të ftuarish, do doja t'i prezantoj ata pa humbur kohë për të kaluar në bashkëbisedim. Është pikërisht Konalsi Gjoka, drejtuesi i projektit për menaxhimin e mbetjeve urbane, përfaqësuesi Koplan. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. I ftuari i dytë i kësaj mbrëmje të sotme është Florian Muçaj, nënkryetari i Bashkisë Fier. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Kemi gjithashtu të ftuar drejtorin e pastrimit në Fier, zotin Vangjel Ndreko. Përshëndetje. Përshëndetje. Si dhe Redion Biba, përfaqësuesi Koplan. Përshëndetje dhe faleminderit që keni planuar ftesën tonë. Atëherë do ta nisim sërish nga bashkia, sepse është një iniciativë e cila vjen në ndihmë të komunitetit fierak. Zoti Muçaj, pse kjo iniciativë dhe ku konsiston si e tillë, cili do të jetë impakti tek qytetari? Bashkia Fier për një periudhë disa vjeçare është duke zbatuar, duke implementuar strategjinë e zhvillimit të qytetit të Fierit, një strategji e cila është duke ndihmuar në zhvillimin e qytetit, qoftë nga pikpamja ekonomike me promovimin e bizneseve vendas, qoftë nga pikpamja sociale, ashtu dhe nga pikpamja mjedisore. Për sa i përket pikpamjes mjedisore, qyteti i Fierit ka disa pika të nxehta, ku njëra prej tyre, për më të rëndësishme, është menaxhimi i mbetjeve urbane. Kështu ka lindur si nevojë hartimi i një strategjie për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane në qytetin e Fierit, që do të ishte konform dhe strategjisë menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane në nivel kombëtar. Strategji e cila është përfunduar tashmë. Si pjesë e kësaj strategjie ka lindur dhe procesi i riciklimit, i cili është vënë në zbatim tani në qytetin e Fierit, në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën holandeze dhe me Koplanin. Faza e tij e parë ka përfunduar përpara disa ditësh dhe brenda 5-6 viteve të ardhshme mendohet që të përfundojë dhe faza e dytë që do të bënte të mundur në të gjithë qytetin e Fierit riciklimin e mbeturinave. Po. Zoti Gjoka, një menaxhim i mbetjeve urbane me një riciklim. Çfarë do të thotë, ku konsiston projekti dhe çfarë mbart në vetvete si projekt? Në radhë pa ju falenderoj për ftesën dhe për këtë emision kaq të rëndësishëm, do të thosha, për të sensibilizuar dhe banorët e qytetit të Fierit, të cilët në projektin në projektin e menaxhimit të mbetjeve urbane shikohen si aktorët kryesor, do të thosha, në mirë funksionimin e gjithë të sistemi. Po për t'ju kthyer sërish pyetjes tuaj, me një menaxhim integruar i mbetjeve urbane do të thotë që të marrësh në konsiderat të gjitha hallkat e menaxhimit, duke filluar që jo vetëm thjesht nga gjenerimi, grumbullimit dhe transporti në vend depozitimin, por duke marrë parasysh edhe atë që neve quajmë pjesën më mjedisore të sistemit, që është riciklimi, ripërdorimi dhe në fund fare reduktimi i mbetjeve urbane. Në këtë kontekst, Koplani, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, duke bashkëpunuar, ashtu siç tha zoti zëvendëskryetari i bashkisë, me Bashkinë e Fierit prej një periudhe goxha të gjatë, projektet që kanë nisur që me eksperiencat e viteve 2003-2004 për hartimin e strategjisë së qytetit, strategjisë zhvillimit për hartimin e planit rregullues të qytetit, padyshim një nga objektivat e kësaj strategjie ka qenë dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane, përmirësimi në menaxhimin aktual dhe në mënyrën se si ofrohet shërbimi, duke pasur parasysh gjithmonë futjen e standardeve dhe më të larta të cilësinë e ofrimit të shërbimit. Projekti konsistonte kryesisht në hartimin e dokumentave strategjik për sa i përket mënyrës se si do të menaxhohen mbetjet urbane, më konkretisht plani rajonal i menaxhimit të mbetjeve për rajonin e Fierit dhe plani lokal i menaxhimit të mbetjeve për Bashkinë e Fierit. Gjithashtu synonte të jetë një asistencë teknike ndërmarrjes së pastrimit dhe në fund fare
të bënte implementimin e skemës së grumbullimit të mbetjeve urbane, ashtu siç përcaktohet në politikat e hartuara në nivel qendror, pra në planin kombëtar të menaxhimit të mbetjeve urbane, sistemi pra me 3 kosha, ku mbetjet mblidhen në mënyrë të diferencuar për t'i dhënë mundësi më pas atyre që një fraksion i caktuar i mbetjeve të shkojë drejt riciklimit. Po do të ndalemi pak më vonë. Zoti Ndreko, keni vite që drejtoni këtë drejtori pra të pastrimit në Bashkinë Fier dhe kësaj e njihni në detaje dhe problematikën e mbetjeve apo jo? Mendoni ju se sot kemi qytetarë të cilët e përqafojnë këtë mentalitet dhe mund të implementohet fare lehtë ky projekt? Së pari unë të thosha që ky projekt ka të bëj në radhë parë me përmirësimin e nivelit shërbimit, që është në funksion të gjithë qytetarëve. Ka të bëj me rregullimin, si them, të mjedisit, me minimizimin e ndotjes së qytetit, si dhe ajo që tha dhe zoti Konals, me reduktimin e mbetjeve urbane këtu në qytetin e Fierit. Ky projekt përfundoi fazën e parë dhe siç u dha dhe nga media dhe siç u pa dhe nga gjithë qytetarët, në këtë projekt janë investuar gati 150.000 euro. U investuar kryesisht në përmirësimin e teknologjisë së mbetjeve urbane. U investua në drejtim të mjeteve që merren me grumbullimin e tyre dhe gati 20% e të gjithë grumbullimeve do të bëhet me sistemin e ri, me sistemin 3 kosha. Unë do të thosha që në lidhje me dëshirën e qytetarëve, unë do të thosha që ky është një proces i arritshëm nga qytetarët dhe ne jemi përkrahur dhe këtë domethënë desha ta dëshmoj me interesin që kanë patur qytetarët se si do të veprojnë për si thuaç ndarjen e mbetjeve urbane që në familje. Për këtë ne kemi marrë disa masa. Në të gjitha pikat e reja që themi ne do të bëhet ndarja me 3 kosha, me 3 kontinierë, ne do të lëmë nga një person ku qytetarit që do të vijë dhe do të hedhin mbetjet urbane në orarin e caktuar që kemi ne, do të udhëzohet dhe nga një person që është në vendet e grumbullimit. Se si do të ndahen ato, do me që ndahen në 3 pjesë. Mbetjet ushqimore do të jenë veç, mbetjet disa mbetje tjera që kanë të bëjnë me letrën, me qeskët, me hekurin, me kapaçkat tjera do të jenë një kontinent tjetër. Të qartësohen qytetarët në këtë pjesë. Nuk po flasim nëse ngatrojnë koshat qytetarët, po flasin a e përqafojnë si mentalitet, a kanë mundësinë t'i bëjnë ndarjet qysh në shtëpi? Po, të gjitha kanë mundësinë për t'i bërë ndarjet në shtëpi, por do të thosha që do të jenë pak më të kujdesshëm dhe më të angazhuar për ta realizuar këtë proces. Ky nuk është puna se po aplikojmë ne për herë të parë. Në të gjitha vendet tjera aplikohet ky sistem grumbullimi mbetjesh dhe qytetarët tanë e kuptojnë. Ne fillimisht kemi përqendruar disa lagje, lagjen 8 shkurti dhe që kemi si projekt pilot dhe themi se janë të gjitha mundësit për ta realizuar këtë. Dhe e thash dhe më parë, interesi i njerëzve ka qenë i madh, kemi patur shumë telefonata nga qytetarë të ndryshëm se si do të veprojmë dhe ndihmesa jon në këtë drejtim do të jetë pa kufi. Edhe them që do të realizohet. Po. Ka probleme teknike plot, që mbase do të ketë fillimi do të jetë pak i zorshëm, por në fund të fundit, siç e thanë edhe zotërin tjerë këtu, që ky është një projekt që do të vazhdoj gati për të përfunduar fazën përfundimtare, jo më pak se 5 vjet. Po. Zoti Biba, zgjodhet qytetin e Fierit, mos ndoshta ne ishim qyteti më i ndotur në vend, apo ka një domethënë veçantë? Jo, absolutisht. Fieri është nga qytetet ku përveç problematikës që kanë gjithë qytetet kryesore të Shqipërisë, të nivelit të Fierit apo nivele më të mëdha më të vogla se qyteti i Fierit, por qyteti i Fierit është një nga qytetet që ka pasur një lloj administrimi të ruinave, ka pas një lloj niveli relativisht nuk mund të them të kënaqshëm, por relativisht të mirë në krahasim me qytetet e tjera dhe nuk ka qenë kjo arsye pse duhet të zgjidhet Fieri. Arsyeja pse është zgjedhur Fieri ka qenë sepse qyteti i Fierit ka qenë një nga bashkitë ose një nga njësitë lokale që ka bashkëpunuar dhe ka bërë një lloj planifikimi të mirë në nivel strategjik apo në nivel teknik dhe kështu që ka qenë një bashkëpunëtor shumë i mirë si për planet, ashtu dhe për
financimin, për financimin e mundësuar nga ambasadë e Mbretërisë së Vendit të Ulët, për të bërë një shembull të mirë, për të sjellë një shembull të mirë të menaxhimit të integruar të mbetjeve. Kjo që është arsye kryesore. Arsye e dytë ka qenë pjesëmarrja e publikut në vendimarrje apo për të qenë nismëtar të nismave në administrimin e mbetjeve. Ne kemi zhvilluar sondazhe në qytetin e Fierit në kuadër të këtij projekti, por edhe në kuadër të projekteve të tjerë, në lidhje me përqafimin e erësive në lidhje me administrimin e mbetjeve, dhe qytetarët relativisht janë të kënaqur me shërbimet që ofrohen, megjithatë janë të prirur që të marrin pjesë në mënyrë aktive në procese të reja për administrimin e mbetjeve apo në procese të tjera në shërbim që bashkiake që ofron bashkia. Po. Zoti Muçaj, tashmë ka filluar ka disa ditë apo jo që është bërë dhe përurimi i këtij projekti. E keni krijuar gjithë infrastrukturën e nevojshme në të gjitha lagjet e qytetit, lagjet qendër dhe periferi? Po, ne mendojmë që kjo infrastrukturë e nevojshme është krijuar dhe ajo është e përqendruar në bulevardin Jakov Doza, i cili është i pajisur i gjithë me koshat, me përndarjen me Turinove me 3 kosha, rruga Kastriot Muço dhe bloku i lagjes 8 Shkurti, që siç thamë është një blok pilot. Gjithashtu kanë ardhur dhe mjetet e nevojshme teknologjike që do të bëjnë transportin e këtyre mbeturinave prej pikave të mbledhjes për në landfillin e qytetit, ku dhe aty janë marrë masat për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme. Për më shumë detaje për këtë mund t'ju flasi drejtori i ndërmarrjes pastrimit, zoti Ndreko. Unë do të thosha që janë marrë të gjitha masat teknike organizative që ky proces të realizohet me sukses. Po, do të thosha. Pra, siç thash edhe më parë, është investuar goxha për këtë projekt dhe është bërë një ndarje që të gjitha kondinierët që kemi neve për të gjitha mbetjet e riciklueshme kanë mjetin përkatës. Për shembull, shkollat do të grumbullohen të gjitha mbetjet e shkollave, që atje procesi është, si thush, më në detaj ndar, dhe kemi organizuar punën në mënyrë të tillë që është një mjet i veçantë për grumbullimin dhe transportimin e tyre në fushën e riciklimit. Ato mbetje nuk do të shkojnë në fushën e grumbullimit mbetje urbane, por në fushën e riciklimit, ku atje në fushën e riciklimit janë të ndarë të gjitha, si thush, proceset që do të bëhen dhe do të bëhet një riciklim i dytë, i cili mbasi bëhet riciklimi i dytë i asaj, pastaj kalon në aktivitete tjera. Do me kalon e merr biznesi të gjithë këto mbetjet dhe ka të bëjë me reduktimin e asaj. Do doja që të mas edhe kondinier po. Zoti Gjoka për sa i përket pjesës së riciklimit. Flasim për qytetarët të cilët mbetjet urbane do t'i nxjerrin në një mënyrë ose në një tjetër nga banesa e tyre. Po cili është fitimi, le ta themi, i komunitetit të Fierit, i bashkisë të Fierit, i shoqërisë? Atëherë, para se të përgjigjem këtë pyetje, doja të theksoj që gjithë sistemi është shumë kompleks. Është një sistem që nuk lidhet vetëm me vizionin, është shumë mirë që Bashkia e Fierit ka një vizion, tashmë ka një strategji, di se çfarë do të ndodhi me mbetjet, ka bërë një plan për menaxhimin e mbetjeve, por kjo nuk do të mjaftonte. Ne nuk do të kishim një menaxhim të integruar të mbetjeve urbane thjesht bazuar mbi vizionin e bashkisë, që është e para. E dyta, ashtu siç tha dhe drejtori i ndërmarrjes pastrimit, zoti Vangjel, pavarësisht se kemi bërë investime, përsëri sistemi nuk mund të funksionojë. Neve mund të bëjmë sa duam investime, mund ta mbushim gjithë qytetin, jo vetëm një lagje pilot që neve kemi filluar për ta testuar, ne mund të blejmë makina teknologjike, por përsëri kjo jo domosdoshmërisht do të thotë që sistemi do të funksionojë. Pjesa më delikate e sistemit janë pikërisht banorët. Janë pikërisht ata të cilët me sjelljen e tyre qytetare do të bëjnë të mundur dhe do të japin një tillë sistemi për të pasur një menaxhim të integruar të mbetjeve urbane. Përse banorët duhet marrin pjesë në këtë sistem dhe si ata realisht duhet marrin pjesë në këtë sistem. Është shumë e vërtetë që banorët janë bashkangjitur nismës së qytetit të Fierit për të ricikluar, e cila në vetvete do të bënte që të reduktoheshin mbetjet, të cilat sot do të shkonin në landfillin apo në vend depozitimin aktual të mbetjeve urbane. Pra, në radhë të parë do të kemi një reduktim të sasisë së mbetjeve. Do të kemi mundësinë që në landfill të shkojnë më pak mbetjet, çka do të thotë që landfillit i zgjatet jeta më shumë. Në radhë të dytë, duke i ndarë mbetjet urbane, neve do të kemi mundësi që të promovojmë
bizneset e riciklimit, të cilat do të riciklojnë letrën, do të riciklojnë kanoqet e aluminit, do të riciklojnë kartonin, plastikën e holl apo plastikën e trash. Në fund fare, nga rezultatet, neve na rezulton që nga matet që kemi bërë në terenin në qytetin e Fierit, na rezulton që kemi mundësi të reduktojmë deri në 30% të sasisë së mbetjeve që prodhohen brenda një dite në qytetin e Fierit, që nuk është pak, për të pasur një qytet më të qëndrueshëm, për të pasur një qytet më të pastër dhe për t'i dhënë mundësi dhe një pjesë tjetër të aktiviteteve tregtare të qytetit që të kenë mundësi të promovojnë bizneset e tyre nëpërmjet riciklimit. Nga ana tjetër, si mund të realizojnë qytetarët një gjë të tillë? Kemi një sistem me 3 kosha, ku në njërin kosh neve duam të mbledhim vetëm mbetjet e riciklueshme, pra letër, plastik, qelç dhe kanoçet e aluminit, ndërsa në 2 koshat e tjera mbetjet organike dhe mbetjet e tjera që depozitojmë në shtëpitë tona. Është shumë e thjeshtë, qytetarët, pavarësisht fushatave tona sensibilizuese që kemi bërë, përfitojnë nga rasti nëpërmjet këtij emisionit, i jap një mesazh, qytetarët në 2 qese të veçanta në shtëpitë e tyre mund të grumbullojnë në njërin qese vetëm materialet letër, plastik, karton apo ndoshta dhe kanoçet e aluminit, ndërsa në qesën tjetër të mbajnë gjithë mbetjet e tjera. Dhe në momentin që do të shkojnë në kosh, ti depozitojnë këto 2 qese në 2 kosha të ndryshëm. Mendoj se kjo është një gjë, domethënë që ti sqaron pak qytetarët se janë 3 kosha apo jo? Po, koshi i tretë është për mbetjet e kopshteve, për mbetjet ushqimore të ndryshme që mund të ketë. Pra, faza e parë do të ishte që qytetarët duhet jenë të ndërgjegjshëm që të tëra ato mbetje për të cilat ka një vlerë. Plastika mund të riciklohet, kurse në lëndën e parë eksplorojmë më pak mjedisin, ndosim më pak mjedisin. Gjithashtu letra, gjithashtu kartoni. Qartë, pra qytetarët duhet të ndërgjegjësojnë që nuk do të bëjnë 10 qese në shtëpitë e tyre, sepse këtë nuk e kanë të qartë qytetarët, por do të bëjnë 2 qese, duke i ndarë, duke i klasifikuar vetë. Minimalisht 2 qese dhe do ishte idealja, domethënë 3 qese, por minimalisht 2 qese patjetër në fazën e parë për të ndarë rrymën e materialeve të riciklueshme. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë, duke përfituar nga rasti, por edhe për t'i bërë qytetarët më koshient për atë që do të bëjnë më pas, unë do doja që ne të bënim një demonstrim dhe në teren, ndoshta do të qenë më e lehtë ajo për ta përfituar si ide apo si mesazh. Patjetër. Kalojmë në teren, ndjekim pak çaste, pra çfarë demonstrimi do të na bëni, sepse të gjithë jemi të painformuar në këtë drejtim, dhe kthehemi sërish në bashkëbisedimin tonë. Kalua. Ideja është që atje thjesht do të sqarojmë ne çfarë. Ne do të sqarojmë atje kush janë koshat, çfarë mbetje shiten në çdo kosh, si hidhen mbetjet, si hapen, si mbyllen koshat. Se më në ingatroni që me 3 qese është me vështirë, me 2 qese është mirë. Vazhdojmë ne tani? Tani mund t'japësh fjalën Redit? Po. Pse ke vend 3? Okej. Ajo funksionon. Atëherë, pas këtij materiali jemi kthyer sërish në studio, pra kemi ndjekur një demonstrim të bërë në teren, të realizuar për të kuptuar dhe qytetarët nga afër çfarë do të bëjnë ose si do të veprojnë më pas, sepse jo gjithmonë do të jenë punonësit e pastrimit aty, apo jo. Atëherë do doja të më sqaroni pak këtë punën e 3 koshave, sepse edhe në teren pam vetëm 3 kosha, pam mbetje të diferencuara. Do doja të më bëni diçka më në detaje? Okej, atëherë për qenë më konkret, ja vendos 3 koshe për një qëllim të caktuar. Koshi blu ose boqelli është koshi që do hidhen të gjitha mbeturinat e riciklueshme, pra si përmendi Konalci, letra, plastika, alumin, hekur dhe atjera që ka një vlerë në treg dhe që është qëllimi parësor i këtij procesi për të minimizuar. Dhe sa se mbetesh dhe për ta përdorur duke e shfrytzuar, duke ricikluar, duke përdorur lëndë të parë për biznes. Por nga ana tjetër kjo mbetje ka vlerë, nuk është pa vlerë. Përveç kësaj bën edhe minimizimin e sasisë mbetjeve. Koshi i gjelbër është koshi që shërben për të grumbulluar mbeturinat organike, mbeturinat e kuzhinës, mbeturinat e kopshteve, mbeturinat e imta të kopshteve, pra barra, lulet e tjera, jo të mëdha, jo voluminoze. Dhe koshi i gri shërben për mbeturina të tjera që nuk janë as të riciklueshme dhe as organike, por që janë mbeturina të tjera që janë të përbërë nga një ose më shumë produkte, të tjera të përbërë, për shembull mund të jenë veshje dhe të tjera mund të jenë mbetjesh, ose mbeturina të përzierura që nuk është arritur të bëhet riciklimi, do të bëhet diferencimi. Mbeturinat, për shembull mbetjet e zdrugtarisë, sepse kemi patur një qytetar që mbeturinat e zdrugtarisë mund të jetë, ose mbeturinat voluminoze. Ato janë voluminoze, sepse bëhet fjalë vetëm për mbeturinat të nxjerren nga aktiviteti banimit apo nga biznesi.
Ideja është që koshi, më thënë, mbeturinat e kazanëve blu, e kontenerëve blu, do të mblidhen të veçuara nga një nga makinat që u prezantua. Dhe do mblidhen në mënyrë me kundrejt një programi të caktuar, kundrejt një plani të caktuar. Do fillohet me një shërbim 2 herë në javë. Dhe mbeturinat do të dërgohen, do të transportohen në qendrën e riciklimit, një qendër e re të riciklimit që është ndërtuar në fushën e mbetjeve. Dhe këto do pasohet me një proces ndarje në mënyrë manuale dhe do të kalohet në për dërgimin e këtyre mbetjeve në kazanat e caktuara aty sipas 4 rrymë kryesore, pra letër karton, plastik e trash dhe me materialet alumin dhe hekur. Mbeturinat e tjera që merren nga koshi i gjelbër dhe mbeturinat që merren nga koshi i gri do shkojnë në vendin e grumbullimit, në pikën e grumbullimit të mbetjeve në vendin që vazhdon të hidhet. Në këtë mënyrë duke reduktuar sasinë e mbetjeve të riciklueshme dhe duke perfeksionuar, duke përmirësuar sistemin dhe banorët duke filluar të i bëjnë ndarjen e mbeturinave sipas kategorive, në radhë të parë do minimizojnë sasinë e mbetjeve që shkojnë në fushë, do ulin koston e transportit dhe koston e përpunimit të mbetjeve, do zvogëlojnë sasinë e mbetjeve që depozitohet, pra dhe përpunimi i mbetjeve ka më pak koston. Dhe lidhet domosdoshmërisht dhe me koston që duhet të paguajë bashkia, pra qytetarët do paguajnë më pak për mbetjen nëse ato arrin të bëjnë ndarjen e mbetjeve. Do paguajnë më pak sepse kosto ulet në këtë mënyrë, duke bërë ndarjen e mbeturinave. Përveç ndikimit të mjedis, që kemi një minimizim të ndikimit mjedis, duke depozituar më pak mbetje. Kjo është një nga qëllimet kryesore. Përveç kësaj është qëllimi ekonomik, që është qëllimi që këto mbetje ka një vlerë në treg, nëse ne arritim ndajmë siç duhet. Kjo është. Procesi është i mbyllur duke filluar që nga hedhja e mbeturinave në kontener, në marrjen e diferencuar të këtyre mbetjeve dhe në dërgimin në qendrën të riciklimit. Pra është një sistem i mbyllur duke krahasuar me nisma të tjera që janë aplikuar të pjesshme në rang vendi, në qytete ndryshme, por që nuk është një sistem i mbyllur, siç është rasti i Fierit. Pra kjo është një sistem i mbyllur, i aplikuar për herë të parë me sisteme trekosha dhe shpresojmë që qytetarët e Fierit do jenë banorët e parë që do arrin të mundsojnë funksionimin e sistemit dhe ne jemi optimistë. Ndoshta na e konkretizon pak zoti Ndreko, kanë gati më shumë se një javë që janë vendosur kontenerët apo jo, që është bërë përurimi i sistemit të ri. E kanë përqafuar qytetarët? Unë do thosha që në plotësim të asaj që tha edhe Redi, që qytetari do të vijë me 2 qese ose edhe 3 qese, ku e shpjegoj në mënyrën se si ndahen ato. Do të jetë shumë e rëndësishme që qytetari, duke marrë qesën, duke hedhur brenda, duhet ta mbyllin kapakun, sepse ka të bëjë me ndotjen e mjedisit, me ndotjen e atyre që janë për rreth, dhe për ne është shumë i rëndësishëm ky proces, sepse mbase ka dhe në një qytetar të pandërgjeshëm që e hedh nga larg, e krijon probleme. Pra, këtu desha të thosha të bëja thirrje të gjithë qytetarëve të jenë të angazhuar për ta realizuar këtë proces, këtë sistem që kemi zgjedhur neve, sepse në fundit ka të bëjë me minimizimin e ndotjeve. Kjo javë si ka rezultuar? Kjo javë, unë do të thosha që në shkolla është aplikuar shumë mirë. Në shkolla ne kemi vënë sistemin me 4 koshat vejil, dhe ku pothuajse ai gjithë mbetje, ai është mbetje e riciklueshme gjitha që trajtohet në shkolla, dhe ka qenë shumë e suksesshme. Biles janë hedhur kapaçkat veç, plastika veç, letra veç, dhe mjeti që kemi patur ne e kemi realizuar procesin deri në ciklin e mbylljes atje ku tham ke fusha e riciklimit. Ndërsa për sa u përket kontenerëve, ky është një proces i ri, 2 ditë ka, dhe fenomeni që kemi konstatuar ne ka qenë vetëm qytetarët duhet të angazhohen deri në mbylljen e plot të kontenerit. Në fakt, unë ja bëra pyetjen pak më parë zotit Muçaj, por do doja që të më sqaronit pak, këta konteneri janë vendosur në gjitha lagjet? Sepse më tha vetëm tek kontenerët ne kemi vendosur 40 në 40 pika kemi vendosur nga kontenerët. Dhe keni enumeruar pikat statike që kanë qenë problem normalisht? Qartë. Ne kemi vendosur 40 pika kontenerësh me sistemin 3 koshash dhe përfshin gati 15 deri 20% të grumbullimit të gjithë qytetit Fierit. Përsa i përket pyetjes tjetër që minimizimin e pikave statike, unë do thosha që ne objektivin që kemi patur për këtë vit e kemi realizuar, por përsëri ngelet detyrë sepse kemi gati 30 pika statike në periferi që funksionon
përsëri grumbullimin mbetjeve me këto pika. Në vitin që vjen, 2011, është planifikuar që këto pika pothuajse të minimizohen komplet. Pra një pjesë e qytetarëve do ta kenë nderin që E periferia e ka, sepse ka disa probleme të infrastrukturës që syndot mjeti e tjera tjera. Qartë, mirë atëherë do të shkëputemi për pak çaste sepse do të ndjekim dhe mendimin e qytetarëve. Si e kanë pritur ata këtë lloj sistemi të ri? Cili është mendimi i tyre dhe sa të arritshme kanë, sa të realizueshme kanë ata vetë. I ndjekim dhe kthehemi sërish. Lajme do jepen me folës, ne që po, se kemi ko. Më thënë qytetarët disa e presin mirë, kuptohet ne do të lëmë kështu evazive, disa se presin mirë, do supozojmë tani. Po mirë më leti kemi dhe mendime ndryshe. Për këtë do diskutojme, do gjejmë qytetarët. Mirë atëherë jemi kthyer sërish në studio pas mendimit të qytetarëve, të gjithë ndoqëm që një pjesë janë pro, një pjesë janë kundër për shkak se nuk di nëse do të jetë i suksesshëm si sistem. Çfarë do t'i garantoni dhe sa të suksesshëm e quani ju për ta mbyllur dhe bisedën? Atëherë unë mendoj që në radhë të parë ky nuk duhet jetë emisioni i parë dhe i vetëm në këtë drejtim, pasi me qytetarët duhet të punohet në vijshmëri. Në planin lokal të menaxhimit të mbetjeve që neve kemi një platformë tashmë të ndërtuar me Bashkinë e Fierit, e cila do të vazhdoj fushatat e sensibilizimit. Është shumë e rëndësishme që përpara se të pretendojmë që qytetarët të bëhen pjesë të skemës, ata të informohen në mënyrën se si duhet të bëjnë ndarjen e mbeturinave dhe pse duhet ta bëjnë ndarjen e mbeturinave. Dhe mendoj se ky është një proces që nuk ndryshon brenda ditës. Pak rëndësi ka sepse ne kemi vetëm një javë që kemi vendosur koshat dhe kemi filluar lancimin e kësaj skeme. Ndoshta do të kalojnë vite dhe neve do të vazhdojmë të punojmë sërish me qytetarët, do vazhdojmë sërish të punojmë me të gjithë aktorët vendimmarrës në mënyrë të tillë që sistemi të perfeksionohet. Pra është shumë e rëndësishme të theksohet kjo që nuk presim një ndryshim radikal sot me nesër, por mendoj që strategjikisht vizioni i Bashkisë Fierit për të futur dhe për të punuar me shkollat, pra me brezin e ri, mendoj që do të ketë një impakt dhe tek familjet, pasi duke mësuar që në shkolla fëmijët se si të bëjnë ndarjet, ndoshta dhe ata kur të kthehen në shtëpitona, pra po ushqejnë një traditë të re apo? Eksakt, ndoshta në familjet kur ata të kthehen dhe neve më të mëdhenj nuk do të na lejojnë që t'i hedhim mbetjet, t'i grumbullojmë mbetjet të pandara, pasi do thonë ne mësojmë në shkollë, mamë babi pse ju veproni ndryshe. Pra mendoj që kjo është një punë me brezat dhe një punë në vijshmëri, por padyshim nuk kemi asnjë arsye pse të mos besojmë që ky sistem do të funksionojë. Përpos faktit që duhet jemi krenar që implementohet për herë të parë në qytetin e Fierit. Po. Zoti Muçaj, në mos gaboj, gjatë takimit të zhvilluar në qytetin e Fierit, ka qenë zëvendës ministri Bino, ai që u shpreh mosbesues në thonjza, le të themi. Pra e pa dhe me riskje si sistem, si projekt. Juve si e shikoni? Unë mendoj që Bashkia Fier tashmë ka një eksperiencë shumë vjeçare në përfshirjen e qytetarëve në proceset e ndryshme që ndodhin në qytet, dhe ka pasur mjaft sukses, ku një prej tyre do të përmend që është dhe buxhetim me pjesëmarrje. Kështu që unë mendoj qytetarët e Fierit do të jenë të përfshirë në këtë proces dhe ky do të jetë një proces i suksesshëm. Kështu që do të bëja thirrje të gjithë qytetarëve ta mbështesin këtë proces në mënyrë që të kemi një qytet më të pastër për vete dhe fëmijët tanë. Po, zoti Ndrego do të vini një urë komunikimi me qytetarët? Në lidhje me këtë proces, unë kam besim që ky proces do të realizohet dhe do të jetë i suksesshëm, sepse nuk është angazhuar vetëm bashkia dhe ne si ndërmarrje, po janë si thosh të angazhuar në këtë tim edhe sistemi arsimor. Pse e them këtë? E them këtë për arsye sepse nga takimet që kemi marrë me disa shkolla, të gjithë shkollat kanë futur në programin e tyre për të trajtuar menaxhimin e mbetjeve urbane me një standard tjetër, jo me standardin e sotshëm, por me standard të tillë që me mbetjet urbane të trajtohen të ndara veç sipas atyre që u theksuan këtu. Po, zoti Biba, juve sa do të bëni pjesë për të dhënë shpirt në këtë projekt, por sa do të ndihmojnë dhe aktorët vendas, siç është bashkia, së bashku me komunitetin. Atëherë duke vlerësuar bashkëpunimin e drejtanishëm për projektin apo për projekte të tjera që kemi bashkëpunuar me qytetin e Fierit dhe me Bashkinë e Fierit, apo dhe me komunitetin e Fierit, ne jemi optimist që ky projekt do funksionojë, duke marrë parasysh të gjitha
pengesat që mund dalin etj. Ne jemi optimistë që kjo do jetë në progres, pra do progresojë dhe kemi vënë objektiva afatshkurtë, afatgjatë, të cilat janë pjesë e planit dhe pjesë e projektit. Dhe objektiva afatshkurtë ne i presim brenda këtij viti, pra presim një reduktim të sasisë mbetjeve në nivelet e përcaktuara dhe ne optimistë do ta arrijmë këtë, duke pas bashkëpunimin e ndërmarrjes, bashkëpunimin e bashkisë dhe bashkëpunimin e komunitetit, pra që të fillojnë të ndahet. Dhe kjo zonë pilot që mund të konsiderohet pilot mbase për pak kohë, mbase pak më tepër kohë, do fillojë të zgjerohet kjo zonë pilot dhe qyteti i Fier do vazhdojë më që të zgjerohet zona e ndarjes mbeturinave ose mbledhje diferencuar të mbeturinave, duke dhënë shembull më të mirë se si menaxhohet, si kryhet menaxhimi, procesi i menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe se si përmirësohet jetesa dhe mjedisi është më i pastër, qyteti është më i pastër. Këto janë qëllime kryesore, por pa hyrë në detaje për sa i përket sa mbeti do minimizohet dhe sa si është. Qartë, jo më kodë është projekt pilot, apo. Është procesi është pilot, procesi i vendosit të rekoshave, por procesi është më i gjerë për sa i përket administrimit. Mirë, atëherë unë shpresoj dhe uroj që çdo gjë të konkretizohet pozitivisht, ashtu sikurse e tham, por duke qenë pjesë e qytetit të Fierit, do doja të thosha qytetarëve që jemi fatlum që zgjedhur qyteti i Fierit. Kësaj do doja t'ju bëja një thirrje, duke qenë se më jepet mua rasti pra në televizion Apollon që të bëjmë pjesë e këtij sistemi. Atëherë më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që pranuat të lançoni këtë projekt edhe nëpërmjet valëve tona. Faleminderit, suksese. Shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur në këtë mbrëmje të sotme. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur këto minuta, bashkë mirupafshim.